Dhe ja ku jemi bashkë të rubrika Magjikëve të Vegjël. Unë e thash në fillim të emisionit që do ta kemi një zë shumë të lezetshme, me cila ka qenë edhe më herët pjesë e emisionit Familja Jon. Është Shega Krasniqi. Mirë se erdhe, Shega. Shumë kënaqësi me të pas çdo herë në studio. Unë e thash që je pjesë sepse ke qenë edhe për këngën e kaluar në Familja Jon. Edhe kemi pas folë si ishte kënga të cilën kemi folën në kaluar. Kishte qenë Koha pa ekran. Koha pa ekran, një super këngë që Shega aty ka filluar dhe me mendu për këngë tjera. Në ndërkohë, Shega, na sot do të flasim pak më shumë për Shegen, jo vetëm për këngën. Je në klasën e 7, po njëkohësisht shkon edhe në shkollën e muzikës Prenkjakova. Që sa shkon? Që 5 vjet. Shkon në shkollë për flahut apo Flahut. Vetëm për flahut. Në ndërkohë, flahuta është instrumenti yt i dashur. Unë më thanë edhe prindrit që t'ja merr me vete kudo, siç e kem marrë edhe sot në studio, që do ta kemi mundësinë edhe me ndëgju një performancë me flahut. Tash e 5 vite ke marrë pjesë me flahut në festivale, në gara, në vetëm në koncert që e kam pas. Në koncert. Po. Po. Do të thonë, nëse e bëjmë diferencën Sheg me flahutën edhe këndimin skenë, cilat jep më shumë emocion? Flahut. Flahuta? Po. Do të thonë e ke ma për zemër këta. Po. Ndërkohë me që me flahutën mirë është që 5 vjet me muzikë nisë me këndim është fjala, pak ma vonë. Ke pauzu një kohë, a je të punu në këngë të reja, diçka? Po, njëna është suedesht dhe njëna është anglisht. Je duke i punu 2 këngë, do me thonë? Po, 2. Njëna është suedesht, njëna anglisht. Pse, ke jetu në Suedi, pse është kjo? Jo, sepse se di gjuhën, por kam dosh me bu. Okej, unë me sa e kuptova prej prindërve, Shega do të marrë pjesë në një garë në Suedi, që është një garë e muzikës, e që të është thonë prej kompozitorëve që rekomandohet me qenë një këngë në gjuhën suedeze. Ti nuk e din do me thonë suedishtën. A ka me kanë vështirë për ty me mësu, me këndu qatë këngë? Nështë ta pak, se unë nuk e di, veç pak. Po në ndërkohë ti dikush ka me të ushtru që mirët vesh që e din suedishtën edhe... Ndërsa të kjo këngë anglisht, nështë e ki ma lejt, a din anglisht, apo? Anglisht se ki problem. Pse nuk e ki diçka në agendën tonë me bo një këngë shqip, apo ende nuk e ke menu? Se ka menu ende. Po që nuk do me thonë që s'ke me bo një këngë shqip, apo? Jo. Tekstet e këngëve, a ki qef me shkru vetë, a i prej aty në personave që motivohesh, frymzohesh, ulesh shkruan diçka për çka ndodh me shoqëni, me shkollën, me prindrit, me familjen, apo i merr tekstet e gatshme? Vetë kam qef. Vetë i shkruan? Po. Të për shembull te kënga e kalune, një botë pa ekran, apo si ishte? Koha pa ekran. E ke shkru Koha pa ekran, a e ke shkru vetë? Po, mame ma ka shkru. Mame e ka shkru. Çka shkruan ti më shumë, Sheg? Çfarë tekste? Në tekst shkruj, për shembull, veç me naj, edhe tani mas ne i lidhi fjalët, edhe dhe me thonë, bëj, këngë. Çka të frymzon më shumë? A shoqënia, mësimja, mësuesat, a shkolla, familja, imagjinata? Shkolla më shumë. Shkolla më shumë. I dedikon më shumë shkollës. Çfarë nxon se je në shkollë? E mirë, shkëlqyeshme. Cila lanë të pëlqen shkollë më shumë? Muzika. Muzika dhe atje të pëlqen, po me siguri edhe në tjera të lanë je mirë, po. A je prej aty në fëmijëve që me që muzika të pëlqen, e je ajo që je ma aktivja në për festat shkollës, në për eventet shkollës, merë pjesë në çdo pikë. Kur e kuptove që përveç flahutës ti den edhe po don me kënu? Se e kam rejt për zoni tem, edhe mame edhe babe e kam rejt, anë ja kom nisë me kënu. Okej. A ke trashëgu për dikujt, kush kënon mirë në shpe? Jo. Kërkush? Vetë. Kanë ki qef me kënu këngë të kujt ma shumë, kështu kur je në shpe të ne? Për shembull, ka herë kam qef me kënu anglisht, ose do shqip. Kush të pëlqen ma shumë prej këngëtarve? Tyve s'kam asë një të preferun, vesh ngaj. Nuk ke ki dikan që të pëlqen ma shumë, ose dikan që do mu bo si ajo, ose... Jo, s'kam. Nuk e ki. Për shembull prej... A të pëlqen Dua Lipa? Po. Këngë të saj, ose... E prej shqip kanë kënën, okej, s'po tham kanë e pëlqen, po këngë të kujt i din ma shumë? Për shembull, unë e di këngën e Ëll Limonit. Cilën? Krejt i di. Krejt ja din, edhe albumin e ria? Tash që ka bo... Po, pak. Ja ke mësu këngë të ria. E cila është kënga e ylle që të pëlqen mas shumë ti? Nuk e di vëllojnë, vesh një është, po nuk ja kam marru titullin që ka. Okej. Një më pëlqen.
Po këngët e yllit pëlqen. Po. Natyrisht krejtëve na pëlqen këngët e yllit, shega. Une do doja shumë që shikus para se me ta ndëgju zonën se si këndon, do doja një performancë me lahut, sepse është një prej instrumenteve shumë të vjetra dhe shumë të dashura dhe që jep një tingull shumë me emocione brenda vetës. Edhe unë po besoj që edhe ti atë emocionin tonë komplet e qëtë jashtë përmes tingujve të këtij instrumente që ty të shoqëron çdo herë. A ke mendu diçka, cila është kjo pikë që kime performu sot për shikus tonë? Po, është Menjut. Okej. Unë nëse don po ta moj çështo, nëse e kiti ma lehtë, edhe mundesh me fillu lirisht. Am ulen apo në Si kam? ti nihesh më rahat. A me fillu? Po. Bravo, shega, faleminderit shumë. Ky me që është instrument frymor, sa është e vështirë, shega, me menaxhu, se goxha duhet energji, frym, lodhësh pak. A është e vështirë? Për mu jo, veç fillim ju kanë, Po. po tash nuk është se jem su. Se ka njerë keni pika ma të gata, kja keni pikë shumë e shkurt, për shembull. Ka raste kur janë ma të gjata, me minuta ma shumë. A është e vështirë me menaxhu, a lodhësh? Po. A ka ndonjë ushtrim specifik që duhet me menaxhu frymarrjen? Nuk ka Jo. diçka, ëh? Okej. Ndërkohë na e tham të dyat që ti edhe këndon përveç kësaj, edhe që natyrisht që na nuk mundemi me të shu pa këndu diçka. Me që këngët e reja ende s'kandojnë treg, na nuk po i këndojmë këngët e reja, sepse do t'jenë për shikus kur do që dalin. Po kënojmë diçka tjetër, çka do që zgjedh ti, sheg. Okej. Qa po ki qef me kënu? A bëni oper? Po, pa qitër që bën. Je e lirë për une me gjithë kënaqësinë më të madhe të ndëgjoj. Okej, a me kënu ulen a në kam? Qështë të nihesh mirë, shega, dhe në ulen në kam? Okej, ulen. Ulen. O mio bambino caro, mi piace bello, bello, fandare porta rosa, a compellaria nel... Vai. Nello, sì, 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 voglio andare a Selama, a Sinarno, andrei sul ponte vecchio, ma per buttarmi nano mi strizzo i piedi tanato addio Bravo, sheg. Sinqerisht me kanë në moshë tënden edhe me pas një zog kaq të mirë, kaq të ndjeshëm për veshjen, edhe me performu, unë të inkurajoj shumë që mos me unal, natyrisht
prindrit i ki gjithmonë për krahas, edhe pse me nal një profesion të cilin ty Zoti ta ka fal talentin. Faleminderit. Unë nuk e dija e kina ëndra tua me u bë kur të rritesh diçka tjetër, a këngëtare? Këngëtare. Këngëtare, domethënë keme studiu muzikën. Po. Domethënë nuk e ke ndërmend me onar. Sidoqoftë është shumë kënaqësi me ndëgju fëmijë talent, unë gjithmonë e tham që është rubrika e më e dashur sepse na jep një shumë dashni edhe shumë emocione. Edhe një këndim live i tillë, natyrisht edhe aty kur më them fal tek frymarrja është një prej gjanave më normale sepse jemi duke këndu live, pa ushtrime dhe janë pjesë të procesit të cilet ju ndodhin edhe këngëtarëve me emra, me renome botërore. Kështu që unë përgëzoj shumë ty për në një talentin që ke, për punën që po bën, por mas shumë ti edhe prindrit që po të përkrahin këtë rrugtim, që unë po shpresoj që me vite kanë me qenë gjithmonë shtylla jote që ti kur të shkëlqen një ditë si këngëtare, ki me i pa dhe me i falendru prindrit. Faleminderit. Natyrisht janë edhe ata mësimdhënës që miren me ty edhe janë pjesë e rrugës tonë, sepse as muzike, as një profesion tjetër nuk ecën vetë. Përveç mbështetjes së prindve, ti me siguri ki edhe mësueset që punojnë shumë me ty. Po. Edhe që dosh me i falenderu. Unë të falenderoj ty për kohën që gjete me ardhe dhe me na zbukuru emisionin sot. Faleminderit. Edhe të uroj suksese fillimisht shkollë, sepse je vajzë e vogël, e re, edhe shkollën të shme pas prioritet, por gjithmonë në kuadër bashkë me muziken. Edhe më zi po i presim këngë të reja, edhe kur të vinë, do të vish me këndu, atë këngën suedisht dush me na përkthy, se na nuk e kuptojmë suedisht. Edhe e kuptojmë na ndaj prej te. Edhe është shumë interesant me nis kur qysh ki me këndu, sepse edhe vetë thënë që nuk e din suedishten. Jo. A ke mësu, a ke fillu në e fjallë me mësu suedisht? Jo. Halo, asë një fjallë. Asnjë. Keme mësu vetëm tekstin e këngës. Por që kur shkon në garën në Suedi, anglisht din me folë, kështu që ka me qenë okej. Unë të uroj shumë suksese ty në atë garë, cila uroj që të kthej ne në Kosovë me çmimin që ti dëshiron me pas, por me rëndësi është pjesëmarrja shpesh, edhe nëse kthehesh pa ndonjë çmim asnjëherë mos të dëshpëro çega sepse jeta është shumë e gjatë edhe kemi me marrë çmime prapë. Ti është me rëndësi me punu. Faleminderit shumë edhe ty. Dashur miq, kemi qenë bashkë me Shega Krasniqin nga Prishtina, me cilën folëm për Krejt Kapak, për këngët e reja që do t'i sjell, për garën që ka me marrë pjesë, për instrumentin e saj të dashur, por edhe ndëgjum një super interpretim të një opere që Shega zgjedhi për shikuese familja jonë. Ne bashkë do ndohemi nga rubrika Magjikëve këtu për të vazhduar te rubrika tjetër e jona me nutricionistën Albulena Shabani Lazi.